NASA nis raketën Artemis 2 drejt platformës së lëshimit. NASA ka bërë hapin e radhës dhe të rikthimit të njeriut në hënë, të shtunën raketa gjigante Artemis 2 e ndërtuar për të çuar astronautët në fluturimin e parë rreth hënës. Më shumë se 50 vitesh u zhvendos nga ndërtesa e montimit drejt të platformës së lëshimit 39B në qendrën hapësinore Kennedy në Cape Canaveral të Floridës. Pamjet tregojnë kolosin 98 metrash të gjatë teksa lëviz ngadalë mbi transportuesin special duke tërhequr vëmendjen e ekipit shkencor dhe qindra spektatorëve. Ky transferim shënon fillimin e radhës e të fazës së fundit të përgatitjeve përpara testimeve të detajuara të vendosin nëse misioni do të nisë në shkurt. Artemis 2 do të jetë misioni i parë me ekuipazh i programit hënor Artemis. 4 astronaut pritet të udhtojnë drejt orbitës së hënës të një fluturim rrethues pa ulje me qëllim testimin e sistemeve kritike për misionet e ardhshme. Nëse gjithçka shkon sipas planit, ky fluturim do të hapë rrugën për Artemis 3, misioni që synon zbritjen e parë të njeriut në sipërfaqen hënore pas epokës së Apollos. NASA ka cilësuar zhvendosjen e sotme një pikë kyçe në përgatitjen e programit më ambicioz hapësinor amerikan të dekadave të fundit.